Liderët e 27 shteteve anëtare të Bashkimit Evropian kanë miratuar në mëngjesin e së premtes pas disa orë diskutimesh konkluzionet përfundimtare të mbledhjes së fundit për këtë vit të Këshillit Evropian. Në këto konkluzione Këshilli Evropian thekson rëndësinë e vijimit të procesit të zgjerimit me shtetet ballkanike si një investim gjeostrategjik për paqen, sigurinë, stabilitetin dhe përparimin e rajonit tonë. Zgjerimi është një proces nxitës për përmirësimin e kushteve ekonomike dhe sociale të qytetarëve evropian, duke zvogluar pabarazit mes vendeve dhe duhet të nxjisë vlerat mbi të cilat është themeluar Bashkimi Evropian. Duke parë përpara perspektivën e një Bashkimi Evropian më të zgjeruar, besojmë që si shtetet anëtare të ardhshme, ashtu edhe BE-ja duhet të jenë gati për kohën e pranimit të anëtarëve të rinj. Liderët evropian këshillojnë homologët nga Ballkani Perëndimor që të vijojnë me përpjekjet e tyre për reforma, veçanërisht në fushën e sundimit të ligjit, ndërkohë përsëritet qëndrimi kundër për anëtarësimin në të njëjtën kohë në Bashkimin Evropian në grup të 6 shteteve të këtij rajoni. Antarët aspirant për t'u antarësuar në BE duhet që të vazhdojnë përpjekjet e tyre për reforma, veçanërisht në fushën e sundimit të ligjit, në përputhje me natyrën e procesit të zgjerimit i bazuar në merit. Bashkimi Evropian duhet që paralelisht me këtë proces të kryejë reformat e nevojshme të brendshme. Kjo do ta bëjë Bashkimin Evropian më të fortë dhe do të forcojë sovranitetin evropian. Të 27 liderët e kontinentit të vjetër e kanë ftuar Komisionin Evropian që të paraqesë rishikimet e tij të thelluara për politikat e zgjerimit në mënyrë që ky proces dhe reformat e brendshme të ecin paralelisht.